Prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK, ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen ndaj 11 personave të akuzuar për korrupsion, ku figura e qendrore është ish zëvendës kryeministri Arben Ametaj. Sipas njoftimit zyrtar, ndaj tij janë ngritur akuza për korrupsion pasiv në 9 raste, në rrethana rënduese si dhe akuza të tjera që lidhen me fshehjen e pasurisë dhe pastrimin e parave. Hetimet e SPAK-ut tregojnë se Ametaj dyshohet të ketë përfituar shuma të konsiderueshme përmes skemave të ndryshme duke përdorur ndërmjetës dhe persona të tretë. Sipas prokurisë, përfitimet përfshin pagesa të kryera nga kompania Integrate Technology Service, të lidhur me biznesmenët Klodian Zoto dhe Emirem Nurtiri në lidhje me investime në një apartament me vlerë rreth 2 milion lekë gjatë viteve 2019-2020. Po ashtu, SPAK pretendon se ish zëvendës kryeministri ka përfituar rreth 440.000 euro përmes një shpikje fiktive të realizuar me ndihmën e personave të tretë. Në këtë skem përfshihen edhe përfitimet e një vile në Amadhaj me vlerë rreth 230.000 euro si dhe prona të tjera në jug të vendit. Në dosje evidentojnë gjithashtu se udhëtimet e Ametaj, familjarëve dhe personave të afërt janë mbuluar nga të pandehurit në një vlerë totale rreth 31.000 euro. Përveç korrupsionit, ndaj Ametaj të rëndon dhe akuza për refuzim për deklarim mos deklarim dhe deklarim të rrem të pasurive, ku përfshihen apartamente, investime dhe burime të ardhurave të padeklaruara, përfshirë edhe ato të bashkëtuese së tij. Po ashtu, ai akuzohet për pastrim të produkteve të veprës penale duke tentuar të fshehë origjinën e përfitimeve financiare. Me përfundimin e hetimeve, çështja tashmë i kalon për shqyrtim gjykatës, ku pritet të nisë procesi ndaj të gjithë pandehurve.